Mirëmëngjesi, Flavio. Përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Më thoni. Për turizmin, dhe që këtu nuk bëhet fjalë që është gjithë Shqipëria në të merr, po kapim një pikë. Po kapim një pikë. Kanë ndërtuar hotele dhe marrin me agjenci turistike marrin polake që marrin këto. Dhe kanë uzurpu komplet rërën. Po. Pra, në rërë vjen ajo, bosotin propagandë, ky është plazh privat, dhe nuk e ka për turp sa të iki, ajo s'është plazh privat. Vjen çadrat mas 2 ditësh po ati që ja ka vënë fyrin. Tashi, me këto hotele që janë sot, është bloku komplet via bregetare e rërës. Po ndërtojnë 3 fishi atyre. I propozoi Edi Ramës t'i bëj me kate këto, polakët kur vinë, se për ne shqiptarët s'ka vjen aty me ngul çadër. Është një grup pensionistësh kosovar, po vinë, po kërkojnë çadra me lek dhe nuk po gjejnë. E kuptoni se ku na ka qitë ky ne? Absolutisht. E dim këtë pikë se u kuptuan këtu. Dalim ke pronarët. I morëm certifikatat e pronësisë. Të kohës Turqisë. Të kohës Turqisë. Na kanë bo, Flavio, ja të kap rast konkret timin. Prona ime është nuk zin traktorit. Është ndërtu një magazin aty, dhe ajo ishte një inventar bashkisë. Dhe nuk ja çonte Edi Rama, atëherë nuk ja çonte Ministrisë Ekonomisë që ta privatizonte. Ta privatizojshim ne. Sipas ligjit, pronarët e tokës. Ato tullat e Enver Hoxhës. Po sigurisht. Erdhi Lul Basha dhe mendon që erdhi ky dhe ky do na zgjidhë këtë punë. I shku me dokumenta me gjitha, i drejtohet kësaj të dhurata Çupit. Po. Se këto janë një gjoti, leç ç'o them. Këto ai Berisha me atë partisë, këto hajde u detyruam t'i bashkojmë, hajde. Se ne Rita Tabaku ka bën batardin aty, me ne pronarët. Dhe ja kërkojmë këtë çfetë sot bëjnë gati dokumentat që janë në Ministrisë Ekonomisë. As i çovi, as i boni. Aty dojnë edhe për televizorët dhe Moskova Lulzim Bashë nuk ushishte. Mashtruese gjitha. Dhe pronën time ja kishte kërkonte t'ja falte Efan Musabeliut. Po ai nuk e mori, u tregu më i qut. Se ishte pronë me pronar. Vjen ky pronën 3000 metra që e kap ajo magazin, e fut e privatizon të vetën kjo Burg, Erion Velia. Po. Dhe ne atë pronë na i copto, ne po me disa certifikata, na qitë sa legalizimesh, ky rrypi kaq, si ta them, e bën pa vlerat e pronë, na jep ai 1 milion e 200.000 kështu, na ose kaq boni. Kuptoj. E kuptove? Absolutisht. Dhe kështë ai ambasadë amerikane thot, hajde denancojni, që denancosh këtu më parë më? Tu është denancim, ka fillimin marimë, tu njerëzit ka ta kthej shkokën denancim është. Absolutisht. Kjo është një tamam sundim i mafjes Soros. Shkatrim total i këtij kombi dhe i këtyre shqiptarëve. Me të gjitha format dhe mënyra. Edhe këto grupet kriminale që kanë këto turizmat, nëse ku po bëjnë turizma të ri, ku do t'jesh? Do të eliminojnë fizikisht, po vrasin to, vjetre që të mbjetojnë të tjerat. Nuk është çuditë. Se s'ka ku shkojnë. Kjo të ndodhi, se s'ka ku do t'i qoj ai ato pare që ka hedhë aty në investim. Normal do t'i thotë t'i qoj që jo burri mirë, jo burri kequ, do kërthasi alti aty në mërëm. Më kishe si ti para jave këtu. Këta bakja. Dakor, Zonjë, faleminderit për telefonatën tuaj. Ndërkohë vazhdojmë me të tjera mesazhe. Përshëndetje Flavio, nga është ky, nga Shtetet e Bashkuara. Sara Mila. Pas një muaj kur të shkojmë në parlament do bëhet si Belinda Balluku, thotë.